Kam një pyetje larg planit tënd politik në aspektin e çfarë ofron ti si kandidat. Je në siglën e Partisë Demokratike. A mendon se Berisha e përfaqëson të ardhmen? Jo, alo, unë kam mamën time 77 vjeçe dhe është mjeke okuliste. Del mëngjes punë, mas ditën punë. Dhe njerëzit e duan sepse ajo ka eksperiencë, dhe eksperjenca është shumë e rëndësishme. Në çdo lloj fushë. Po, nuk mendon që Berisha i takon të kaluarës së Shqipërisë dhe jo të ardhmes? Dëgjoj, Berisha ka eksperiencë të jashtëzakonshme mbi bërjen e politikës dhe kjo është e padiskutueshme. Dhe neve kemi eksperjencat tona. Absolutisht. Dhe në të dy, por ti je më i ri. Dhe në bashkëpunimin e të dy eksperiencave, e të dy moshave për një shoqëri shumë të mirë. Pra ti si kandidat e shef përfaqësimin nga Berisha, një përfaqësim të denjë dhe që është pjesë e bashkëpunimit. Po.